Shikues të nderuar të RTS, vazhdojmë tutje me emisionin Në hijen e Mëshirës. Në fakt jemi sot në emisionin e fundit, meqense po e përmbyllmi muajin e bekuar, muajin Ramazan. Dhe për sot kemi të ftuar Hoxh Driton Fetan nga Podujeva. Do të flasim për respektin ndaj prindërve apo rëndësinë e respektit ndaj prindërve, meqense është një temë shumë e rëndësishme, padyshim ka qenë dhe është, por sidomos në kohën që po jetojmë për shkak të gjeneratave të reja dhe për shkak të mos respektimit të prindërve, dhe po shohim shumë nën shumë baballar të cilët mbesin të vetmuar në shtëpi ose nuk gëzojnë respekt, por çfarë thot Islami, çfarë thot Kurani dhe çfarë thonë porositë e pejgamberit alayhis salam, mësojmë në minutat në vazhdim që kemi në dispozicion. Hoxh, selam aleikum, mirësevë. Aleikum selam, mirësevë. Rastësi mund të themi nëse është që qelluasi mysafiri i fundit në këtë seri të emisionet që kemi mbajtur në Ramazan. Edhe sot është do thotë e mërkura, alesh kemi edhe një ditë agjërimi, por ne me sot e përmbyllmi, kështu që para se të vazhdojmë me temën, çu shkuan këto ditë dhe këto net të Ramazanit për juve si imam në fshatën ju që jeni në Llap apo në Podujev? Elhamdulillah, ka shku shumë mirë agjërimi, edhe është vërejtë që prej besimtarëve, muslimanëve kanë respektu këtë muaj të bekuar të Ramazanit, vrejhet edhe me rastin e namazeve të Taravis, vrejhet edhe me namazin e sabahut pas syfyrit që prezantojnë një numër kogja i konsiderueshëm i besimtarëve në xhamia, edhe vrejhet një atmosferë kogja e mirë dhe më atmosferë e bukur në këto ditë të bekuara të Ramazanit. Si që the edhe ti, pasi jemi dhe ka fundi, lusmi Allahun Azza wa Jall që na ketë pranuar ibadetet, adhurimet tona, e Allahu Azza wa Jall na bëj edhe më të mirë se që kemi hi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, pra të dalim prej këtij muajit më të mirë dhe më të dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Atëherë Hoxh, po dalim pra tek tema për shkak të dakorduar të flasmi, padyshim që besoj është temë që merr shumë kohë, por ne do të mundohemi pika shkurta. Çfarë dispozite ka sjellja mirë me prindrit në Islam? Fillimisht, çush e cekë se është një temë shumë e rëndësishme dhe padyshim hoxhallar të shumë kanë folur për këtë temë dhe kanë elaboruar ndoshta më gjatë, më bukur dhe më mirë se që na do të mundohemi me elaboru. Po mirë, po duke nisur për atij rregullit fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, për kujtose, për kujtimi bën dobi besimtarëve, po mundohemi edhe ne pak në pika të shkurtra me fol për këtë temë që është mjaft e rëndësishme në fenë tonë islame. Nëse flasim për dispozitën, të gjithë ulemat, pa përjashtim, të gjithë dietarët janë të një mendimi se kjo është farz obligim për çdo besimtar musliman. Duke u bazuar prej ajetit kuranor ku Allahu subhanahu wa ta'ala tha wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu po thot e kom bë obligim, e kom bë farz që mos me adhurua askën tjetër përveç Allahut dhe mos sill mirë me prindër. Këto e vrejmë se qysh Allahu subhanahu wa ta'ala e ka krahasue adhurimin ndaj tij me respektin ndaj prindërve. Pra është një ibadet edhe kur e respektojmë prindrit. Është ibadet në të cilën afrohemi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pothuajse në çdo vend në Kur'an ku Allahu ka folur me adhuru Allahun një dhe të vetëm, gjithmonë është pasue me respektimin ndaj prindërve. Dhe këto vrehet që është shumë e rëndësishme respektimi ndaj prindërve. Prandaj, edhe sjellja e mirë me prindrit është afrim tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyetën një herë dhe i thanë, cili është puna më e mirë, apo cila është puna më e mirë dhe më e dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, namazi në kohën e tij. Pastaj cila? Pastaj tha është sjellja e mirë me prindër. Pastaj cila? Pastaj tha është xhihadi, lufta fi sabilillah. Në këtë hadith vrehet qartë rëndësia e respektimit të prindërve, ku edhe në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përëndit me njëherë pas adhurimit, pra namazin kohën e vet dhe me njëherë pas namazit respektimi i prindërve. Padyshim që me respektu prindrit është njëra ndër
vepra që të afron tek Allahu Azza wa Jall më shumti. E dimi rastin kur një njeri shkoi tek Ibn Abbazi radhiyallahu anhu dhe i tha, kam bën një mëkat të madh. A ka pendim për mua? E Ibn Abbazi po e pyet dhe po i thot, a e ki nanën gjallë? Tha jo. Atëherë tha, bë vepra të mira dhe pendo. Në këtë rast, ky shkoi u largu te pranishmit po e pyesen Ibn Abbazin dhe po i thojnë, pse e pyete a ki nanën gjallë? Ibn Abbazi po thot, nuk di vepër që të afron më shumë tek Allahu Azza wa Jall se sa sjellja mirë me prindër. Po ashtu transmetohet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith ku një njeri shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, un kam bën një mëkat të madh, ka pendim për mua? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a ki nanën gjallë? Tha jo. Atëherë a ki tezën gjallë? Tha po, sillu mirë me ta. Edhe këtë vllai dashën e vërejmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po urdhëron mu sill mirë me tezën, si shkak që mi u falë gjënohet dhe gabimet e tij dhe mi pranu pendimi. A thu tani sa e madhe është kur ne sillemi direkt mirë me nënën apo me prindrit tonë. Pra dhe si përfundim, dispozita është se është farz, obligim e respektimi i prindërve në Islam. Çfarë nuk kuptojmë hoxh më konkretisht me respektimin e prindërve? Respektimi i prindve, kur flitet në gjuhën arabe, ka ardhur me shprehjen birrul walidain, pra el birr, dhe është një emër përmbledhës në të cilën përmbledh kuptime të shumta, pra kuptimin e mirësisë, kuptimin e bujarisë, e sinqeritetit, e butësisë, e mëshirës, e dëgjueshmërisë, pra me një fjalë, çdo gjë e mirë, qoftë me fjalë apo qoftë me vepra, pra të gjitha këto përmbledhen në këtë kuptimin e birrul walidain. Ndërsa e kundërta është në e kundërta e kësaj i ka dy kuptime. Pra, kuptimi i parë është gjithçka e mirë, qoftë me fjalë dhe qoftë me vepra, ndërsa e kundërta e kësaj, kur fillon e kundërta e këtij termi është në dy kuptime. E para, në qoftë se sillemi keq. Pra bëjmë sjellje të vrasë dhe sjellje të këqija, kjo pastaj është e kundërta e birrul walidain dhe është prej harameve të mëdha që do të flasim me të më vonë inshallah. Dhe e dyta është mos respektimi, lënia e kësaj veprës. Pra nuk është detyrimisht me i bë zullum apo detyrimisht mos sill keq, thjesht veç lënia. Dhe këtë e kuptojna më mirë në qoftë se bëjmë disa krahasime. Për shembull, në qoftë se dikush e lën namazin, i themi ti ke bë haram të madh, ke bë gjëna të madh, ke bë shkelje, pse e ke lënë një urdhër të Allahut Azza wa Jall që është namazi. Nëse dikush e lën agjerimin, i themi ke bë shkelje të madhe, ke lënë një urdhër të Allahut subhanahu wa taala. E nëse dikush e lën respektimin e prindërve, pra thjesht e lën, përsëri këto është prej harameve të mëdha që duhet patjetër besimtari me pas kujdes dhe mos sill mirë me prindrit. Çfarë thot Kurani ose si duhet të sillemi me prindrit sipas Kuranit? Allahu xhaleshanuhu në surën Isra në ajetin 23 dhe 24, kur po na tregon se është bë obligim me u sill mirë me prindrit, pra Allah ka bë obligim me u sill mirë me prindrit, Allahu po na tregon dhe po e përzgjedh një kohë interesante ku po thot, nëse njerit prej tyre ose të dët i ka zonë pleqënia të këti, fala taqul lahuma uffin, mos ju thuaj atyre as af. Vllai dashën, çdo herë na do të mos sill mirë me prindrit. Në çdo kohë, edhe kur është mirë, edhe kur është i smut, edhe kur është i ri, edhe kur është plak. Mirë, po pse Allahu po e veçon këtë kohën e pleqërisë? Po e veçon se njëri në kohën e pleqërisë mundet me fol fjalë ndonjëherë që janë të hijshme. Mundet me bë ndonjë veprim që nuk është i hijshëm. Prandaj njeriu ndonjëherë natyrshëm mundet me reagu keq. Prandaj Allahu azza qysh në këtë start po na thot fala taqul lahuma uffin. Mos thuaj as of. Pra e kem parasysh në qoftë se një prind bën një gjest jo të hijshëm dhe dikush mund të thonë uf, çka bën ose si veprove kështu, dhe në këtë rast Allahu po thot prej këtij momentit fillon vija e kuqe ku ne do të me pas kujdes dhe mos me bë shkelje.
E pastaj ky rregull është se prej këtu fillon ndalesa, vija kuqe në raport me prindrin. Pra mos me thonë as of. E leje më pastaj kur e fjala e keqe, sjellja e keqe, rrahi Allah na ruajt, e pastaj shamja apo gjërat e tjera. Po e përmendëm një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, prej mëkateve më të mëdha është me shajt dikush babën e vet edhe nënën e vet. E të praneshme të çuditën dhe thonë ja Rasulullah, po kush mundet me shajt babën e vet dhe nënën e vet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dikush e shan tjetrit prindrit e tij dhe ai pastaj ja kthen dhe ja shan prindrit këtij, pra subhanallah, në mënyrë indirekte, pra jo direkt, në mënyrë indirekte, ky është bërë sebeb që më shajt prindrit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, është prej mëkateve të mëdha, prandaj paramendoje kur dikush fol vet direkt dhe e shan prindrin, Allahu na ruaj prej kësaj gjendje. Pastaj vazhdojmë pra disa sjellje. Pra sjellja e parë, sipas Kuranit ishte të mos ju themi as of. E dyta është wala tanharhuma. Mos e ngrit zonën. Subhanallah. Pra shkolla e parë mos thuaj as of. Shkolla e dytë mos e ngrit as zonën. Edhe këto ulemat e kanë përmend se ka edhe ata cilët kur flasin e ngrisin zonën, por edhe dikush bën edhe me dorë, pra ngrit dorën para prindrit, dhe këto Allahu Azza wa Jall po na thotë mos e ngritni zonën, jeni modest me prindrit. E treta që duhet të sillemi me ta është wa qul lahuma qawlan karima. Pra para mos thuaj of, e dyta mos e ngrit zonën, dhe e treta wa qul lahuma qawlan karima, dhe aty në folu fjalë të mira, fjalë të ndershme, fjalë bujare, me butësi, thirrë ata me emra të mirë, me emra të bukur, thirrë me emra të cilën ata e dojnë. Për shembull, o babosh, e kështu me radhë, pra thirrë me emra të cilët ata e dojnë. E katërta, pra se çysh do të sillemi me prindrit sipas Kuranit është Allahu Azza wa Jall e merr një shembull interesant dhe thot wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma. Lësho para tyre krahët e përuljes prej mëshirës. Allahu subhanahu wa ta'ala po e merr një shembull interesant dhe po na thot kur je para prindërve lëshoj krahët e përuljes. Pse është marrë që ky shembull lloj doshtën? Dietarët kanë pru shumë mësime që kanë nxjerrë prej këtij shembullit, po e përmendëm disa. Shpendi zogu kur i afron krahët e tij, don me i afrue zështë e vogël, don me ushqy ata, don me ngroh ata, pes ftoftit prej shiut të kështu me radhë, dhe kjo është bërë si metaforë e sjelljes të mirë. Pra kur thojnë a lëshoj krahët, është si metaforë e sjelljes të mirë. Prandaj edhe prindrit kështu vepronin me neve kur ishim të vogël. Ata e lëshonin krahët duke na ledhatu, ata e lëshonin krahët duke na dhënë ngrohtësi familjare, prandaj të njëjtën po na thot Allahu subhanahu wa taala që edhe ne të veprojmë njëjtë me prindrit tonë në kohën kur ata më shumë të kanë nevojë, siç është koha e pleqërisë, që ne të zgjatim dorën e të afrojmë ngrohtësi ata ndaj tyre. E dyta, pse është marrë ky shembull lëshoj krahët? Kanë thonë zogu kur don me ngrit nalt fluturon dhe i hap krahët, ndërsa kur don me ul poshtë i ul krahët dhe zbret poshtë. Këto kanë marrë një shembull. Është marrë mësim se kjo është metaforë e përulësisë. Sado që ti je ngritur në këtë dynjë, qoftë me dituri, qoftë në ndonjë biznes, sado se ti ke arritur në këtë dynjë, përsëri para prindërve je modest, je për ulur, sepse ata janë prindrit e ty, prindrit e tu. Dhe si sjellën të fundit që po e përmendëm që marrëm mësim prej Kuranit është Allahu Azza wa Jall po na thot me bë dua për ta. Dhe thuaj o Zoti im, mëshiroj ata ashtu qysh me edukuan kur oni isha i vogël. Pra Allah subhanahu wa taala po na mëson që ne me bë dua për ta. Qoftë kur janë gjallë, për qoftë edhe mas që të vdesim. Me bë dua për ta, me u lut,
duke thonë, o Allah më shiraj ata. Ose gjatë bisedës tyne duke thonë, o Allahu të rujt, Allahu të falt, Allahu të dasht. Pra përdorë fjalë ledhatuse, fjalë të mira dhe në këtë formë afrohemi tek Allahu azza duke bë mirë me prindrit. Atëherë, Hoxh, ka dallim në respektimin e prindërve apo është njëjtë për të dy, si nana si baba? Në bazë të argumenteve, edhe prej Kur'anit, edhe prej haditheve, vrehet se ka dallim. Ka dallim mes respektimit të babës dhe mes respektimit të nanës. Allahu azza wa jall në surën Luqman në ajetin e 14, kur po na tregon se është obligim me usill mirë me prindrit, më njëherë pas kësaj po e përmend dhe po thot sepse nëna e vet e ka bart mund pas mundi. Pra dhe përmendja më njëherë si shkak i kësaj jep me kuptu se është dalë përpara nëna para babait. Dhe hala më qartë është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku dikush e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, kush është më meritori që unë të shoqërohem me të, të sillem mirë me të? Kush është ai meritor që e meriton unë m'ia kushtu kohën time atij dhe m'ia kushtu sjelljen e mirë atij?" E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nëna. Pastaj e pyeti, pastaj kanë përsëri tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëna. Pastaj tha përsëri nëna. 3 herë tha nënën e pastaj tha babain. Dhe këtë vrehet qartë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dalloi nënën më shumë se sa babain. Dhe ulemat kur kanë dashur me shpjegu këtë, kanë thonë pse është përmend 3 herë nëna? Thonë për disa arsye. E para, sepse nëna e bart atë në brendësinë e saj me vështirësi dhe me mundime. E dyta, për shkak se e lind fëmin me mundime dhe vështirësi, dhe e treta për shkak se e ushqen me qëmsht atë, pra 3 veprime, 3 sakrifica të nënës, të cilat nuk krahasohen me sakrificat e tjera të cilat i bën babai, apo babai në këto 3 sakrifica është më i qetë dhe është më rahat. Dhe për fund në këtë pyetje është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, xheneti është nën këmbët e nënës. Dhe kjo vrehet qartë se Allahu azza wa jall don që është një dallim i qartë se duhet me respektu nënën më shumë se sa babain. Hoxh, shpesh dëgjojmë që s'mundesh me dal hakut prindërve. A mund të dalim hakësh? Patyshim se nuk mundi me dal hakësh nënave apo prindërve, nuk mundi me dal hakësh. Dhe pa dasht me i përmend të gjitha sakrificat, të gjitha të punën, të gjitha të lodhën që ne bëjmë prind për evladet dhe ne nuk mundim kur me i dal hakësh, po e përmend vetëm një rast. Në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, një njeri kishte marrë nënën e vet dhe po e bartë në shpinën e tij dhe po bënte tavaf. Dhe pasi kryen tavafin po i afrohet Omerit radhiyallahu anhu dhe po i thot, ai kom dal hakësh nënës. Omeri pa u mendu fare thot, jo. Ai habitet. Po ne kom bart në shpinën tem. Ashtu që shumë ka bajt, aja kur kam qenë i vogël, unë tash jam duke e bajt. Omeri radhiyallahu anhu po i thot një fjalë interesant. Po i thot, nana yte kur të ka bart, gjithmonë ka pas shpresë në zemrën e vet se ti më urrit, ti më kondi hajrit, ti më arrit shumë, ti mos me gjet asgjë keqe. Ndërsa dallon shumë me ty. Ti kur e ke bart tash në shpinën tënde, ka shku mendja dhe ke thonë, nashta vdes e largohet, subhanallah. Qysh e kim shumë shpesh këto shprehje na thot dikush, haj se si jeton gat. Haj se si jeton gat. Edhe pse sillet mirë, ngushëllohet me këtë shprehjen se nuk ka me jetu gat, nashta si jeton shumë gat dhe kalon. Prandaj Omeri radhiyallahu anhu po i thotë është dallim shumë i madh mes asaj sakrificës që e ka bërë prindi për ty dhe mes asaj që ti e bën për të. A dallon sjellja mirë në bazë të besimit të prindërve? Besimtarët ndonjëherë mundën edhe me gabu në këtë mesele duke menduar se në bazë të besimit të prindërit edhe na do të mos sill mirë me ta, dhe kjo është perceptim i gabuar. Në esencë, në argumentet fetare, edhe prej Koranit, edhe prej hadithit, nuk ka bë dallim Allahu azza wa jall në këtë. Mjafton të jetë prindi yt edhe të sillesh mirë me ta.
Edhe si shembull po e marrim pa marrë parasysh besimin. Pa marrë parasysh besimit. Si shembull po e marrim rastin e Ibrahimit alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala kur na bën shembull në Kur'an, nuk i bën vetëm kët. Ato i bën që na të mësojmë prej tyre, të marrim mësim nga këshillat dhe nga fjalët që kanë thonë edhe pejgamberët e tjerë. E në rastin konkret e kemi Ibrahimin alayhis salam, i cili për të cilin baba i vet nuk ishte besimtar. Ishte adhurant të idhuj. Madje leqe adhurant të idhur, por ai edhe i ndërtonte vet ato idhur dhe i shinte dhe i shpërndante në popull. Megjithatë, Allahu e përmend se qysh Ibrahimi alayhis salam sillte i mirë me babën e vet. Edhe përmend gjithmonë me shprehjen duke i thonë ja ebeti, o babushi jam. Pra subhanallahu, kur e lexojmë historinë, e shohim ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam, e shohim se çdo herë kur i është drejtuar babës vet, i ka thonë o babushi jam. Pse po adhuron kët? O babushi jam, leje këtë rrugë. Pra gjithmonë i shfol me fjalë të mira dhe kjo nën kupton se pa marr parasysh besimin e tij, pa marr parasysh veprimet që ai i bën në raport me Allahun Azza wa Jall apo në raport me Zotin e tij, ne e kemi obligim me u sill mirë me ta dhe me nderua ata. Le mos që ne kemi prindit përmrej muslimanë, kemi ndryshë në raport me të tjerët, pa kemi padyshim që hakun duhet me jap më shumë. Atëherë, a ka rast të hoxh kur nuk lejohet pasimi apo dëgjimi prindërve, ose nëse mund më shpreh më populloshë mi aprish po çefin ose dëshirën. Ka raste kur me lejen e Allahut azh në qoftë se nuk e dëgjojmë prindërin, nuk kemi bë shkelje apo nuk kemi bë sillë të keqe me ta. Rasti është në qoftë se prindi na udhëzon për keq, ose na mëson për keq, qoftë në raport me Allahun azh wa jall, qoftë në raport me njerëzit. Pra në raport me Allahun, në qoftë se të urdhëron me adhuru dikën tjetër përveç Allahut, Allahu na ruaj pra me bë shirk, ose na urdhëron me bë vepra të cilat Allahu i ka ndaluar, për shembull me marr komatën, me pi alkoolin, me bë gjëra që mënohet prindi me i thonë fëmijës vet, në këtë rast fëmia edhe në qoftë se nuk e ngon bili, kërko që mos me ndëgjue prindin kur e urdhëron për keq. Ose në qoftë se urdhëron për keq në raport me njerëzit. Për marrim shembull, mundet me i thonë merrja pasoninë e jetimit, ose vraje dikën, ose mundet me thonë urdhra mësime të këqija në raport me njerëzit, dhe këto fëmia në qoftë se nuk e ngon babain e vet, nuk hen në haram, ose në qoftë se prindi te i kalon kompetencat e tij. Për marrim shembull, dikush është i sëmur, dhe prindi vet nuk është mjek, nuk ka dijeni rreth ilaçeve, megjithatë don mi gjet ilaçe që më shëru fëmijën e vet. Këtë rast fëmia do të më thonë me mirësjellje, me butësi, me respekt, me i tregu se i ke te kalu kompetencat e tua. Ti nuk je mjek, ti nuk mundesh me di çfarë ilaçesh me përdorën. Prandaj nëse këto raste, por kur na mëson për keq, ose kur i te kalon kompetencat e tinaj, nuk e dëgjojmë prindërin me lejen e Allahut, nuk kemi bër shkelje. A përfundon ndonjëherë sjellja mirë ndaj prindërve, këtë rast kur vdesin prindrit? Çka të bëjmë pas vdekjes së tyre? Nuk përfundon sjellja e mirë me prindërit edhe pas vdekjes. Nuk përfundon që i bie pasi që të vdesin ata, Allahu i paqmëshiroj ata të cilët kanë vdekur para neve. E së pari ka vepra të mira të shumta që mundem me bë për prindërit. Mundem me bë istighfar. Ka hadithe të cilat tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata të cilët kanë vdekur dhe ju ndron gjendja, nëse kanë dënime, i largohen dënime ose ngriten në derexhet në xhennet, edhe kur pyetin pse, thot për shkak se fëmijët tuaj kanë bërë istighfar për juve. Ose kanë dhënë sadak. Pra mundesh me dhënë sadak, me lënë diçka e cila sadak rrjedhse, e cila ec shpërblimet edhe pas vdekjes së tyre. E këtu po du me përmend një rast, pra një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na thot, personi kur vdes i nalen të gjitha veprat e mira përveç 3. Pra i ndërpriten të gjitha veprat përveç 3, e njëra prej tyre tha është nëse e kalon një evlat të hajrit që lutet për ta. Dhe subhanallah, sa është prindi gjallë, ne do të me punu me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Por edhe kur vdes ai, është si një lloj testi
me këshyra e na burrat mirë se na burrat mirë. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot veprat ecën mas vdekjes tonë nëse e ke lënë evlat khairet, waladen salih në evlat të mirë. Pra, në qoftë se ti e harron prindin tënd, se përmend kur as me istikfar, as me dua, as me sadak, as me asgjë nuk e përmend prindin tënd, i bën se nuk jena burrat mirë. E në qoftë se përmendëm me dua, në qoftë se përmendëm me sjellje të mira, atëherë shpresojmë se të jemi pjesë e këtij hadithit ku po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lënë në evlat khairit që lutet për ta. Të Hoxha, cila është dera më e mirë e xhenetit? Llojdashtën, sa herë na Po vjen vetë pyetja dhe tema po lë me kuptu që sa herë na vjen agjerimi, muaji i bekuar i Ramazanit, zakonisht ne përmendim derën Rayyan, dera e agjeruesve, që shpresojmë dhe lutem Allahun që edhe ne të hyjmë në xhenet përmes kësaj derës. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e përmend në një hadith dhe po thot prindërit janë dera e mesme e xhenetit. Në dash ruaje këtë derë, në dash mos e ruaj këtë derë. Subhanallah. Pra dhe po përmendë si dera e mesme, llogaritë një pallat. Cila është dera kryesore? A e në mes apo a e në qoshe? Pra ajo që është në mes llogaritë se është dera më e madhe, më e mirë, me cilën besimtarët e ty në xhennet. Edhe e vrejmë shumë raste kur dietarët kur i kanë vdekë prindërit që kanë qajt, janë mërzit shumë, dhe kur i është pyet pse, ka thonë më mshel një derë prej derëve të xhenetit. Dera më e mirë. Prandaj ashtu qysh ne e përmenum derën Rayyan, derën e agjeruesve, nuk bën me harru dhe me përmend dhe me kujtu shpesh se dera më e madhe dhe më e mirë është dera e respektimit të prindërve, që shpresojmë Allahu azza më na bë prej tyre me hi në xhennet. Çfarë thot Islami për ata që sillen keq me prindërit? Ndërsa sa i përket ata cilët sillen keq me prindërit, pra është me unanimisht, me pajtimin e krejt ulemave dhe krejt dietarëve se është prej harameve të mëdha. Është prej mëkateve të mëdha ata cilët sillen keq me prindërit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast ju thot shokëve të vet: "Atë ju tregoj për gjunohet më të mëdha." Edhe pa dyshim që ata me njëherë shprehen nga dishmërinë që me indezu cilat janë ato gjunahet më të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me i bë shok Allahut, pra me bëj shirk. Pastaj tha sjellja e keqe me prindërit. Pastaj tha dëshmia e rrajshme, në transmetim tjetër tha vrasja. Dhe shikoj vëllai dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam perëndit më njëherë prej gjunaheve më të mëdha është me i bë shirk Allahut, pra me mohu Allahun subhanahu wa taala, dhe më njëherë pas kësaj po thot me usill keq me prindërit. Pra sjellja e keqe me prindërit është prej harameve të mëdha. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot qoft i poshtruar, pra i poshtruar qoft, i poshtruar qoft, i poshtruar qoft 3 herë. Edhe sahabët u habeten dhe po i thot kush është i dërguar i Allahut, kush është ai që po e meriton me u lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të dhe me thon qofti i poshtrum? Tha ai i cili i zën prindrit ose njërin prej tyre dhe nuk e ka fituar xhenetin. Subhanallah. Sikur don më na thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se atë derën e madhe që e përmendëm për mu fut në xhennet është një derë me mundësi shumë të mëdha, duke u sill mirë me prindrit. E në qoftë se të kundërta nuk sill mirë me prindrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qoftë i poshtruar. Ndërsa në një hadith tjetër përmendet shpesh, pra është i njohur kur Xhibrili erdhi dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qoftë i poshtruar dhe i largum prej mëshirës të Allahut, ai i cili i gjen prindrit njërin prej tyre o të dët dhe nuk e ka fituar xhenetin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha amin. Te mendojmë këtë ngjarje vëllai dashur. Po takohet krijesa më e mirë prej melasjeve Xhibrili dhe po takohet krijesa më e mirë prej njerëzve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Muhamedi me Xhibrilin edhe të dy të bashk po luten duke thonë qoft i poshtrum edhe qoft i largum
prej mëshirës të Allahut Azza wa Jall, ai i cili i gjen prindrit, i ka prindrit dhe nuk e fiton kënaqësinë e Allahut, nuk e fiton xhenetin përmes tyneve. Atëherë jemi ka fundi dhe tash jemi në prag të festës së Fitë Bajramit. Ndoshta nuk janë të shpeshta rastet, por dëgjojmë kur bëhet bajrami të gjithë e jo me nanën dhe babën, ose bëhet një farë lloj bajrami i ftofshëm për shkak të raporteve të tyre. Çish mund të festu Fitë Bajrami kur nanën e ke të hidhuruar ose nuk shkon te nana ose te baba? Bën shumë mirë që e çele këtë muhabet, edhe kur kthehem në këto tema, zakonisht të gjitha temat cilat flasin, të gjitha argumentet, hadithet dhe ajetet cilat flasin për lidhjen farefisnore. Lidhjen farefisnore, me mbajt lidhjet, ai që e ka mbajt lidhjet farefisnore ka mbajt lidhjen me Allahun, dhe ai që e ka shkput lidhjet farefisnore ka shkput lidhjen me Allahun. I pari prej krejt këtyre është nana edhe është baba, janë prindrit. A ka logjik dhe është e logjikshme me usill mirë me migjen e mos me usill mirë me babën? A ka logjik me usill mirë me tezën e mos me usill mirë me nanën? Prandaj, vllai dashur, nuk ka logjik as nga aspekti logjik, por as me argumente fetare që në këto ditë feste, në këto ditë gëzimi, pra qysh është bajrami, e njerëzit me urue njerëzit e largët e me harrue prindrit e vet në shtëpinë e vet. Prandaj është prej gabimeve të mëdha, është prej harameve të mëdha që me harru prindrit që i ki në shtëpi. Zaten Allahu kur ka urdhëruar me majt lidhjet farefisnore, na ka urdhëruar përmes derës të prindërve. Migja është e afërt sepse është vllau i babës. Teza është e afërt sepse është motra e nanës. Pra përmes derës të prindërve është e obligueshme me i majt lidhjet farefisnore. Prandaj qysh na mundë me i majt lidhjet farefisnore me larg e me i harru ata cilët i kemi, ata cilën është esenca dhe është baza e kësaj. Prandaj çdo gjë që vjen dhe çdo argument që vjen me mbajt lidhjen farefisnore ose mos me mbajt lidhjen farefisnore, të parët në këta janë prindrit. Allahu na ruaj dhe mos na bëj prej tyre. Të rogje, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni, Allah është përbleft. Lusme Allahun xhaleshanhu të na falet, na mëshiroj, të na bëj për atyre të cilët e fitojnë kënaqësinë e Allahut azza në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, por njëkohësisht të na bëj për atyre të cilët i respektojnë prindrit dhe e fitojnë kënaqësinë e prindve në këtë dynjë dhe e fitojnë kënaqësinë e Allahut azza dhe bëhen sebeb që përmes respektimit të prindve me u fut në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Allahu të shpërblet e faleminderit. Në ngjëtve inshallah, faleminderit edhe nga ana juaj. Të nderuar miq, këtë është fundi i këtij misioni, njëkohësisht i kësaj serie të emisioneve gjatë muajit Ramazan, duke shpresuar që keni kaluar mirë me programet tona në RTI dhe nëse jemi shëndosh të rahat, do të takohemi në vitin tjetër me emisionin e Ramazanit, ndërkaq padyshim që do të kemi program festiv edhe për Fitr Bajramin në RTI. Dhe padyshim që pastaj pas Fitr Bajramit do takohemi me emisione të tjera në pret politika, në presë ndoshta edhe zgjedhjet, kështu që çndroni me RTI. Selam aleikum.